Mund të themi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin një synim të njëjtë kur në Venezuelë. Pra, të arrestohet apo në rastin e Ali Khamenei të eliminohet dhe në këtë mënyrë të shembet të gjithë regjimi. Por ndodhi keqësisht e kundërt duke marrë parasysh faktin se kemi dallime të mëdha kulturore mes Venezuelës dhe Iranit. Dhe duket se këtu ka çaluar edhe strategjisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkakun se në doktrinën shia martirizimi është një nga elementet më të rëndësishme dhe kruciale të besimit të tyre, e cila lidhet me vrasjen e Imam Huseinit, nipit të profetit Muhammed në vitin 680 në Kerbela dhe sakrifikimi i tij së bashku me familjen e tij, është një nga shtyllat kryesore të besimit shiit. Dhe në momentin që Ali Khamenei u eliminua, derisa Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli pritën që regjimi të shembej, ndodhi krejtësisht e kundërta për shkak se kjo mobilizoi masat. Dhe edhe ata që ishin kundër regjimit me vrasjen e Khameneit u riarrestuan krah regjimit për shkak të ndikimit fetar dhe të ndikimit që ka brenda shoqërisë, duke marrë parasysh faktin se regjimi i Ayatollahëve është një regjim 47 vjeçar. Dhe momenti që Shtetet e Bashkuara sulmuan një moment kyç, duke marrë parasysh faktin se protestat e mëdha që ndodhen për shkak të ekonomike, ata besojnë që e ka dobësuar regjimin. Dhe unë mendoj nëse Ali Khamenei nuk do të ishte eliminuar, ndoshta regjimi i Ayatollahëve deri tani mund të kishte rënë për shkak se do t'i mungonte elementi përbashkues i shoqërisë iraniane, siç është tani eliminimi i tij. Dhe në bazë të rrethanave që tani po ndodhin, po shohim se lufta në lindjen mesme vetëm sapo zgjerohet për shkak se janë përfshirë edhe shtete të reja si Turqia, ku dje kishmi një raketë tjetër që u lëshua në drejtim Turqisë, apo ashtu edhe sulmi të drejtë Azerbajxhanit. Dhe tani kemi edhe minimin e ngushticës së Hormuzit, ku Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump ka lëshuar një kërcënim shumë të ashpër ndaj Iranit, po shihet se regjimi i Ayatollahëve është kompakt dhe nuk po synon që të lëshoj penë, nëse mund ta themi kështu, për shkak se Iranit i përshtatet shumë në strategjinë e Iranit, përshtatet shumë zgjatja e një konflikti në hapësirë dhe në kohë. Kjo do të jetë shumë e kushtueshme politikisht dhe ekonomikisht për Shtetet e Bashkuara dhe vetëm se ka filluar që të prodhoj impaktet e para dhe impakte shumë të fuqishme në tregun energjetik global. Në këto rrethana Shtetet e Bashkuara po synojnë dhe të japin fund të një konflikti, po duket se Irani po synon që të zgjasë sa më shumë konflikte, që të përfitojë dhe të ketë pozita më të fuqishme negociuese në tryezën e bisedimeve. Pra dhe djali Ali Khamenei po vazhdon të njëjtën rrugë. Nuk kemi ndonjë ndryshim linje, ndoshta që mund të radikalizohet më shumë. Po, Mojtaba Khamenei po vazhdon në rrugën e të atit, por mund të themi se ndoshta figura kryesore në muajt e fundit brenda Iranit është Ali Larijani, i cili është sekretari një shkrim të gjatë për profilin e tij. Po, ju kërkoj falje se pak edhe me rruf, për shkak se ai tani është sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit dhe ka qenë ish oficer në gardën revolucionare dhe ka lidhje të fuqishme me strukturat e sigurisë dhe të shërbimeve sekrete, dhe në shumë raste në muajt e fundit është paraqitur edhe si udhëheci de facto i Iranit. Dhe duket sikur ai po tërheq fijet brenda strukturave të sigurisë dhe po përcakton edhe orientimin strategjik dhe orientimin e luftës brenda Iranit. Duket se lufta do të vazhdojë në një anë. Shtetet e Bashkuara së Bashkuara po kërkojnë një zgjidhje, kurse Izraeli në anën tjetër po kërkon vazhdimin e luftës për shkak se synimi i tyre është rënja e regjimit. Dhe në bazë të asaj që mund të shohim, Shtetet e Bashkuara nuk kanë një strategji të mirëfillt se çka po synojnë dhe çka po duan në Iran, për shkak se në fillim sulmi u motivua për të shkatruar kapacitetet bërthamore. Pastaj pas disa ditëve në plan tjetër doli se synimi i Shteteve të Bashkuara është për të shkatruar kapacitetet balistike. Synimi pastaj pas kësaj doli një strategji tjetër, synimi për ta ballkanizuar apo për ta coptuar Iranin. Kurse tani duket se interesi strategjik i Shteteve të Bashkuara është për ta mbajtur të hapur kanalin e ngushticën e Hormuzit, e cila ka shkaktuar një tronditje të fuqishme të çmimit të naftës dhe të gazit në të gjithë botën, po kjo posaçërisht po ndjehet në Evropë dhe në Azi. Tek më qemi te kanali, po sipas mediave ndërkombëtare, Shebak ai që dorë edhe nga shoqërimi i anijeve të veçanta, pra me flotën e saj, me flotën me marinisat amerikan, për shkak të rrezikut mjaft të lartë. Që do të thotë aty situata sa vjen edhe po agravohet më shumë, nuk është se po shkojmë drejt hapjes.
Po në këto rrethana Irani në mënyrë mjeshtore duke për regjimi i Ayatollahëve të përdorur në mënyrë mjeshtore pozitën e saj gjeopolitike dhe gjeostrategjike, duke bllokuar ngushticën e Hormuzit. Në këtë mënyrë po ushtroi një presion të jashtëzakonshëm energjetik dhe ekonomik në nivel global. Vetëm pak minuta më parë Marina e Shtetet të Bashkuara deklaroi se momentalisht nuk është e mundur shoqërimi i anijeve dhe disa orë më parë kishme një anije e cila u sulmua, një anije transportuese, jo e naftës, po transportuese e madhrave u sulmua në gjirin e Hormuzit, po ashtu kishme edhe një anije tjetër e cila u sulmua në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Pra Irani po synon që të përcjellë një mesazh të fortë se asnjë anije pa miratimin e saj nuk mund të kalojë në ngushticën e Hormuzit. Dhe kjo vetëm sa po shton presionin ndaj Washingtonit dhe ndaj qendrave energjetike dhe ekonomike të botës. Ju mendoni që SBA do hyj ushtarakisht, sepse kishim një senator amerikan së fundmi që ka reaguar duke kërkuar që sipas tij publikut amerikan t'i thuhet e vërteta që SBA po bëhet gati që të futet ushtarakisht. Po ju mendoni që do futet ushtarakisht apo po hyri aty akoma më e vështirë do të jetë edhe dalja? Në fund fare çfarë do kërkojë aty? Është preteksi prap për uraniumin? Po mendoj se ushtarakisht Irani është i papushtueshëm, duke marrë parasysh gjeografinë e saj, ku kemi shkretirën dhe kemi Malez Zagros. I vetmi vend apo i vetmi hapësirë ku mundet që trupat amerikane apo dhe izraelite të deportojnë Iranin është ngushtica apo ngushtica Shat Al Arabit, e cila është përdorur nga Iraku në vitin 1980 në luftën Iran-Irak. Pra është e vetmja hapësirë për të cilën mund të deportojnë ushtria në aspektin e komsorisë. Po në momentet e fundit kemi edhe një paralajmërim ku po shqyrtohet mundësia me ndërhyrje përmes trupave speciale në ishullin Kerg, ishulli më i rëndësishëm i Iranit, ku në këtë ishull me një sipërfaqe 20 km2 prodhohet 90% e naftës së Iranit. Pra nafta e cila vjen nga brendësia e territorit përmes gypave nën ujor kalohen në këtë ishull. Pra një hapësirë të vogël. Po një hapësirë të vogël, por edhe kjo ka implikimet e veta gjeopolitike, për shkak se 90% e naftës iraniane prej 1.3 deri në 1.8 milion fuqi në ditë prodhohen në këtë rafineri dhe eksportohen drejt tregjeve ndërkombëtare. Po ekzistojnë dy pengesa për një sum të tillë. E para lidhet me rritjen e çmimit të naftës. Nëse ky ishull sulmohet, parashikimet janë që në mënyrë të menjëhershme çmimet e naftës do shkojnë deri në $150 për fuqi, kurse aspekti tjetër lidhet me çështjen e sigurisë, për shkak se ky ishull është zemra industriale e naftës iraniane dhe nëse Irani humb këtë ishull, atëherë regjimi nuk ka mos e çfarë të humbë, për shkak se ndalen parat me të cilët financohet dhe mbajnë në kam regjimet. Nëse ky ishull be, atëherë Irani, regjimi i Ayatollahëve gjendet në një situatë ku nuk ka se çfarë të humbë dhe do shkojë drejt një lufte totale. Dhe kjo mund ta vendosë në një flak dhe një luftë rajonale gjithë lindjen e mesme, por që mund të zgjerohet në drejtim të Azisë qendrore dhe në drejtim të Azisë juglindore. Pra këto janë dy aspektet që po pengojnë trupat amerikane që të ndërhinë, për shkak se është i vetmi ishull apo i vetmi pjesë e territorit të Iranit i cili deri më tani nuk është bombarduar nga SBA dhe Izraeli. Peshën e luftës të gjithë jemi ndërgjegjshëm që pa e mban SBA-ja apo Izraeli. Po dihet se Shtetet e Bashkuara janë fuqia më e madhe ushtarake në botë dhe pjesa më e madhe e barrës së luftës i takon Washingtonit. Po edhe në kohët e fundit kemi edhe një përplasje mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, ku SBA-ja po kërkon që mos të sulmohen rafineritë e naftës dhe qendrat prodhuese të naftës brenda Iranit, për shkak se kjo do të jepte alibin e nevojshme Iranit për të sulmuar rafineritë në të gjithë lindjen e mesme, por duket se Izraeli po ndjek një strategji tjetër, për shkak se duke sulmuar rafineritë e naftës dhe industrinë e naftës iraniane, ajo po synon që të dëmtojë edhe pikën më të ndjeshme ekonomike dhe financiare të Iranit, që është nafta. Dhe këtu kemi një përplasje mes dy strategjive, ata të Tel Avivit dhe të Washingtonit, por në të njëjtën kohë dhe vendet naftprodhuese si Arabia Saudite paralajmërojnë gjithë se do të shkurtojë prodhimin e naftës prej 2 deri në 2.5 milion fuqi, po ashtu edhe Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se do të shkurtojnë prodhimin e naftës prej 500.000 barela deri në 800.000 fuqi në ditë. Pra, bota po shkon fuqishëm drejt një krize energjetike.